Mirë se vini në pjesën e dytë të programit Eja te ne. Jemi bashkë në ekranin në RTS 1 HD dhe jemi gjithashtu në shtëpia tuaja që prej orës 10:30 do të vijojmë me pjesën e dytë të programit për të sjellë të tjera momente të trajtesës së temave që ne kemi vendosur për sot. Fillimisht do të ndiqni sigletën dhe më pas do t'u them se këtë do të kemi në studio. Kozmetik natyrale do të më bashkohet sot Mimoza Mumajesi, pedagoge në shkollën New Generation. Eja Moza. Shumë faleminderit që je këtu sot. Kënaqësi si gjithmonë që jemi bashkë. Kënaqësi dhe për mua dhe mbi të gjitha jam e lumtur që sot do të trajtojmë një temë ku në fokus do të kemi djemt, do të kemi adoleshentët, do të kemi trajtimin e fytyrës dhe gjithashtu problematikave të ndryshme që mund të ketë kjo grup mosh në lidhje me estetikën dhe mirëmbajtjen e lëkurës së tyre. Është një problematikë që po vjen edhe po shtohet tek adoleshentët, sepse realisht mosha 14 deri në 18-19 vjeç është një moshë e cila ne vërejmë rritjen e testosteronit dhe këto disbalanca hormonale që krijohen në këtë moshë krijojnë edhe aknet e shumta. Ndërkohë që do kemi modelin, neve dhe do flasim më gjerë për këtë temë. Patjetër, ja tek është këndi i estetikës son dhe i kozmetikës natyrale, e ftoj edhe modelin të Viktu, Eja të lutem. Dhe do të flasim bashkë me Mozën sot për trajtimin që duhet të ketë kjo grup mosh. Moza, a kanë filluar djemt në këtë grup mosh që të jenë të kujdesshëm, sepse informacioni në fakt është, ja, të ndrojmë edhe vendet kështu, informacioni është i shumëllojshëm përsa i përket produkteve që duhet të përdorim, po a e kanë një edukat të paktën djemt shqiptar flas? Tani, në këtë periudhë që flasim, ndërgjegjësimi i meshkujve dhe sidomos i kësaj moshe është duke u rritur, është një kujdes më i shtuar. Por unë do thoja që kjo është një këshill, do me thonë vëmendja më e madhe duhet jetë për nënat e këtyre djemve të kësaj moshe, të cilët duhet kenë një kujdes më të shtuar për fëmijët, sepse aknet që krijohen në moshën e adoleshencës ngelin shenja. Mbeten shenja për fëmijët dhe normalisht u mbet vetbesimi, kanë probleme me rritjen e vet dhe nuk janë më të lumtur. Prandaj përkufizohet dhe është një, do me thonë, një teori që nuk hyn ke luksi kujdesi në moshën e adoleshencës. Është një domosdoshmëri. Dhe në këtë kohë ne do themi që pjesa e akneve e cila vjen si pasojë e testosteronit, si kur e përmenda, që vjen në rritje. Po ne shpeshherë, përsa i përket akneve në fazën e adoleshencës, qofshin për meshkujt, por gjithashtu edhe për femrat, shpeshherë kështu i etiketojmë që është hormonale dhe që është normale, po edhe nëse janë hormonale, por shtuar këtu edhe faktor të tjerë, a vlen për të trajtuar? Patjetër që vlen për të trajtuar. Apo duhet i mendojmë si një proces jetësor? Ne duhet ta ndihmojmë, ta shoqërojmë këtë lloj ndryshimi me kujdes të shtuar estetik. Dhe për këto na vijnë në ndihmë shumë maska, të cilat janë me bazë të argjilave, të zingut, të aloe verës, të cilët ndikojnë shumë pozitivisht në pjesën e purifikimit, le të themi, në pastrimin e akneve. Por gabimi që bëjnë meshkujt në moshë, sigurisht edhe femrat, po sot ne kemi për meshkujt, për çunat, është që ato i ngacmojnë aknet dhe duke i ngacmuar këto akne i kontaminojnë vatrat. Aty dhe këto zhvillohen dhe krijojnë inflamacione dhe bëhen përmjekim dermatologjik e para. E dyta, pastrimi her pas hershëm me pikat e zeza është shumë i nevojshëm, sepse nuk lejon krijimin e akneve, janë pikat e zeza ato, sebiumit i tepruar në lëkurë që bën këtë pjesë të zhvillimit të akneve, pra bashkangjiten dhe krijojnë pikat e zeza dhe bëhen aknet prezente. Po, le të fillojmë punën që mos na ikin minutat se stresohemi. Tani ne do të bëjmë një pastrim të thjeshtë. Ne sot, për kohën që kemi në dispozicion, ne do bëjmë një pastrim të thjeshtë dhe këtu kemi treguar që linja që preferojmë të bëjmë duhet të jetë një linjë me bazë të argjilës dhe të algave detare dhe në këtë rast nuk e kemi një latte që e kemi thënë dhe herë tjetër që është në formë qumshi të bardhë si detergjent. Që është një pastrues më klasik, duhet më klasik, por kemi në formë të një gjeli, i cili është jo ushqys për sebiumin. Pra nuk ndihmon aknet, pra sepse kur kemi akne, kemi bakterje të cilët ushqehen me ato produkte që ne vendosim në lëkurë. Në rastin konkret, nuk e kemi me lëndë ushqyse. Pra është një trajtim
i cili vjen si matifikus, si neutralizus i sebiumit. Për këtë arsye përdorim këtë lloj produkti. Këtë pastruesi, pra në trajt gjeli. Sa herë këshillojnë që të bëjnë adoleshentët një pastrim të fytyrës? Tashi, do them dy gjëra, do t'i përgjigjem pyetjes, por në rastin e meshkujve, dora, kur punojmë, nuk ngjitet nga poshtë lart si femrat, pra për gjithë çunat që na shikojnë, ose nënat që kujdesen shumë për djemtë e vet, pastrimi duhet bëhet në këtë formë, në mënyrë që qimjat mos ngrehet lart dhe të krijojë një problem të shtuar në lëkurë. Mund ta dëmtojë në këtë rast lëkurën. Kështu që neve punojmë në këtë formë, qofse me zonjat punojmë në këtë formë, me meshkujt punojmë në formën tjetër. Atëherë, pyetja ishte që sa herë në javë duhet të kurohen ose të trajtohen. Edhe sa herë mbase në muaj këshillohet që të kryejë një pastrim. Atëherë, në rastin e çunave, pastrimi duhet jetë rutina ditore, duhet jetë në mënyrë sistematike, mëngjes edhe masdita, ashtu sikurse me produkte specifike. Se një ndër gabimet që bëjnë djemtë është që nuk përdorin produktet e duhura, marrin produkte që i përdor mami ose motra dhe i përdorin. Ato kanë linjën e vet specifike, e cila i përket moshës, balancës së biumit që kanë në lëkurë, por dhe problemeve që mund kenë të paraqitura. Trajtimet manuale janë të domosdoshme, një herë në javë çdo djalë ose një herë në 10 ditë të bëjë një pastrim të lëkurës, por në ndihmë na vijnë gjithashtu edhe pjesa e aparaturave, e cila nuk duhet jetë e fortë, por janë këto pjesa me ultratinguj ose alta frekuenca. Nuk duhet jetë e fortë për arsye për shkak edhe të moshës? Të moshës, por edhe të problemit që ka në lëkurë djali. Do me thonë, nuk duhet jetë një, le themi, një peeling i fortë, një aparaturë e fortë, siç mund themi për shembull radiofrekuenca. Nuk mund përdoret shumë, por alta frekuenca që është me gaz neoni ose argoni është shumë e përshtatshme për rastin e akneve. Muza, po cilat janë, ju thatë që është patjetër është edhe problem hormonal, por cilat janë disa prej atyre elementeve të tjerë që shtojnë shfaqjen e akneve tek djemtë në moshën e adoleshencës, apo mbase edhe disa gabime që djemtë bëjnë në pavedien e tyre, duke mos i kushtuar rëndësi, por ama shtojnë kështu aknet? E para punës është ushqimi që ato konsumojnë, sepse ushqimi është absolutisht shumë domethënës, këto ushqimet me salca të ndryshme, me gjërat skuqura, gjërat e thata, dhe është mosha që i pëlqejnë. Stimulojnë, e stimulojnë sebiumin. E para, e dyta marrin, çunat kanë tendencë të bëjnë sport. Në kohën që bëjnë sport, djersiten, kontaminohet lëkura, kthehen, harrojnë të bëjnë një dush siç duhet, pastrojnë dhe të kujdesen për lëkurën. Edhe kjo është një problemi shtuar. Është problemi i përdorimit të produkteve jo përkatëse, jo të duhurat, siç ta thash, por mbi të gjitha duart e papastra që prekin lëkurën. Edhe këto janë, sepse kanë vetin që t'i prekin aknet e vogla. Edhe me idenë që po ndihmojnë base në zhdukjen e tyre dhe në heqjen e tyre. Mundohen që të bëjnë një pastrim ashtu vetë edhe më pas dëmtohet lëkura. Zakonisht, desha them këtë që zakonisht në këtë moshë djemtë kanë predispozit, do me thonë, mësë shumëti janë me lëkurë të ndryshme, por ka dhe nga ato djemë që kanë lëkurë sensitive, ose pak të thatë në zona specifike, dhe këto për shembull duhet të zgjedhin produkte hidratuse, produkte të mira, sepse ka një lëkurë ose qetësuese. Janë disa maska shumë të mira, të cilat këto kush është do me thonë i vëmendshëm i gjen. Këto lloj maskash janë shumë të pasura për të ruajtur balancën e lëkurës të sebiumit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra e rëndësishme është që të edukohen, të fillojnë edhe të tregojnë kujdes për fytyrën, për trajtimin e lëkurës që në kohën e hershme. Që në kohën e hershme. Duhet kthehet në edukatë. Të mos mendojnë që kjo gjë do kaloj. Mos mendojnë që kjo gjë do kaloj. Por a ndodh Muza që aknet e pa trajtuara të sjellin më pas, apo edhe të trajtuara keq, se ky është një tjetër problem dhe një tjetër shqetësim, sepse mund të trajtohen në mënyrë të gabuar. Cilat janë pasojat që sjellin më pas? Atëherë, në rast se do kemi një
munges të kulturës tonë për t'i trajtu aknet, i trajtojmë gabim ose i ngacmojmë aknet, pasoja e parë është që ato të zgjasin gjatë në kohë, pasoja e dytë është që ato të lejnë shenjat e veta, dhe pastaj do t'i duhet që t'i vinë në ndihmë procese tjera, lazer e kudiun, kur rritën në një kohë dhe do t'i shëqërojnë. Këto me thënë drejton shumë quna vuajnë nga mungesa e vetbesimit, sepse prezenca akneve në lëkur i bezdis shumë dhe normalisht nuk ndjehen mirë me vetën. Tani qunat lejnë shumë edhe mjekra është një kujdes i shtuar për ato, sepse duke patur qimet në fytyrë, ato patjetër që edhe mundet të mbajnë pjesë të papastër të lëkurës. Dhe kjo është një problem tjetër. Pra duhet të nisi kujdesi nga higjiena, aty duhet të nisi. Ajo që është kujdes shumë i veçantë është për nënat që duhet jenë më në vëmendje të kësaj gjëje, që këllëfët e jastikëve duhet i kenë të ndruar shpesh, mundësisht edhe një herë në 2 ditë, pjesa e peshqirave duhet jetë çdo ditë i ndruar, sepse dhe peshqiri kontaminon gjithmonë janë këto. Ndërkohë që ke vënë një maskë tani shoh gjatë procesit. Jo, janë duke bërë një skrap, Iva. Ky është skrapi, jo maskën nuk e kam vendosur, po i bëj një skrap me mikrogranula. Ky është një skrap i cili ka një element të veçantë që ndihmon në këtë rast. Ky është me mikrogranula, që do të thotë është në funksion mekanik mbi lëkurë. Pra kemi një proces mekanik duke bërë. Nëse do përdorsha një skrap në formë gjeli, do kishim një funksion enzimatik, pra më të thellë, kimik. Në këtë rast, kemi një proces mekanik. Pra fërkojnë pjesën e epidermës. Edhe për arsye televizive, edhe ky trajtim vjen i sjell në një formë më të thjeshtë. Po, sigurisht. Cilat janë trajtimet? Sepse unë jam e sigurt që ju përballeni me problematika të ndryshme edhe me djemt që ndoshta kanë nevoja të ndryshme për sa i përket trajtimeve të fytyrës, në varësi edhe të problematikës edhe të akneve. Cilat janë disa prej trajtimeve të tjera që ofroni, Mimi? Unë personalisht sugjeroj këto trajtimet e buta, jo trajtimet me peeling të fort, sepse i bëjnë shumë dëm. Jam kundra, sepse nuk i ndihmon. Peeling i fort nuk i bën as pak mirë lëkurës adoleshentit. Zakonisht thonë që peeling është një veprim dhe një reagimi me një hershëm në lëkurë. Po, por kur është soft, jo kur është i ashpër. Një peeling i fort, epidermën e një të riu e dëmton në mënyrë të parikuperueshme. Për këtë arsye nuk aplikohet. Aplikohen dermapeni. Nuk mund bëj dot një dermapen, një djalë që ka aknet, është totalisht e ndalueshme. Sa më përqenë sinceriteti yt dhe profesionalizmi yt, sepse i thua gjërat ashtu si janë dhe si duhet në fakt të transmetohen, në mënyrë të tillë që të kemi një lëkurë të mirë, që djemt të mos gabojnë, edhe mbi të gjitha shumë element të marketingut të estetik sot që shihen edhe përdoren si marketing, ti nuk i njeh fare ato. Nuk janë të rekomandueshme. Procedurat të cilat janë disi më të gjata në kohë, në kohë, por që t'jenë efikase dhe nuk e dëmtojnë të riu. Ndaj të përgëzoj se kjo është vërtet një element prej profesionisteja. Duhet jemi të sinqert, ne këtu na shikojmë prindër, na shikojmë të rinj, dhe duhet patjetër që t'i themi të vërtetën. Ajo që desha të bëj një pyetje Univa, në këtë rast, po e bëj një pyetje është, kemi kohë televizive që të aplikojmë maskën? Ne kemi, po, kemi. Mund të aplikojmë? Kemi një kohë televizive. Okej. Ne kemi të mundur për të bërë aplikimin e maskës dhe na thua gjithashtu që atëherë gjithmonë çfarë elemente shka. Po, mbas skrapit aplikohet edhe një herë tjetër pjesa e tonikut në mënyrë që ta kemi fytyrën edhe më të pastër dhe më të saktë. Shoh që fytyra tani është disi e skuqur, është normale? Po, sepse ne bëm një skrap. E para dhe i dyta, tani vendosim maskën që do t'a qetësoj, do t'i japi tjetër pamje, por desha harrova të them shpar që kush janë format e kurimit të këtyre ose të trajtimit. Është për shembull pjesa e avullit. Edhe me avullin, po të përdorin seanca me avull, djemt që janë në adoleshencë, por jo me avull të shtuar, jo shumë të gjatë si kohë, edhe avulli është shumë efikas për ta ndihmuar në pastrimin e lëkurës. Nuk duhet bëjnë pastrim të pikave të zeza manualisht fort me dhunë, sepse dhe ajo i dëmton, i lën gjurmë në lëkurë, kështu që
A sugjeron që të bëhet, sigurisht që higjiena dhe rutinën e tyre padyshim që duhet ta kenë, por sugjeron që trajtimet të tilla të bëhen në qendrat estetike tek profesionistët e vërtet, apo mendojnë që duhet mbasi edhe në shtëpi mund të bëjnë diçka? Për këtë lloj moshe që kanë dhe për këtë lloj kujdesi që e kanë të domosdoshëm ta bëjnë, duhet patjetër që t'jetë pjesë e rutinës së tyre ditore, jo vetëm në qendrat estetike. Flas për kujdesin, një mask, një krem apo një latë tonik do ta bëjnë në shtëpi. Kur vjen puna për avull apo për pjesën e ndërhyrjes me alta frekuenca, që janë pjesë e hidrofacialit, patjetër që do t'i bëjnë tek specialistët në mënyrë që t'i bëjnë ashtu siç duhet, në mënyrën e vet më të mirë. Por dhe pastrimin, Moza, një pastrim disi më të thellë, një pastrim i pikave të zeza, një pastrim ndoshta edhe i akneve apo një teknikë ngacmimit të tyre. Nuk e sugjeron, presupozohet që po bëjmë kohën e maskës, që do jetë e shkurtër televizivisht. Patjetër, nëse do ta bënim në qendër, padyshim që do të kishte kohën e vet, po ne për efektet televizive, për efekt minutazhit, e kemi të pamundur, ama tham që benefitet e maskës ishin. Pra, si procedurë, kjo duhet bëhet edhe në shtëpi. E bën vetë. Sa minuta do të lihet në shtëpi? 20 minuta. Pra një mask mund ta bëjë çdo njeri 20 minuta në shtëpi. Pyetja që më bëre Iva ishte që pyetja që të bëra ishte që a mendon që trajtime të tilla, ngacmimi i pikave të zeza apo një trajtim më i thellë nuk e sugjeron të bëhet në shtëpi? Jo. Një pastrim më i thellë më saktë i fytyrës. Sepse nuk janë të aftë ta bëjnë vetë, e shtypin në mënyrë të gabuar. Ekstrektimin e bëjnë në mënyrë të gabuar, pingule, që dëmton epidermën, do teknik, prandaj janë specialistët. Dhe qendrat që të plotësojnë këto mangësi të cilat nuk i bëjnë dot vetë në shtëpi. Ndërkohë studentët në shkollën tuaj e shohin me interes një lëndë të tillë, a sheh gjithmonë më shumë mbase vëmendje nga ana e tyre, vëmendje të shtuar për të mësuar sa më shumë vetëm për edukat personale, po gjithashtu edhe për ta vënë më pas të zbatim tek bizneset që do të hapin, se duhet të thënë që janë biznesmenët të sartë, si përmarrësit e sartë. Në këtë periudhë që po kalon çdo gjë, por estetika në mënyrë të veçantë, në këtë periudhë kohe, do me thënë estetika është një trend jo vetëm për zonjat dhe për gratë e për vajzat, por dhe për meshkujt. Dhe kështu që në shkollën tonë New Generation ne mësojmë studentëve trajtimet e meshkujve në mënyrë specifike, për linjat, për teknikat, për format, se si duhet t'i përdorin, kujdesin e shtuar, këshillat në shtëpi, gjitha këto me radhë. Mbas maskës, gjithmonë aplikojnë një tonik për ta mbajt fytyrën të hidratuar dhe direkt mbas kësaj kemi një serum i cili është matifikues, quhet, që balancon sebiumin dhe i bën shumë mirë pjesës së shkëlqimit. Pra, nëse do kishim një fytyrë shumë të shkëlqyeshme me yndyrë, me sebium, kjo është matifikuese. Bën edhe një lloj balancues. Po dhe ushqen, po balancues dhe ushqys. Ushqys në formë të mirë të saj, jo me zhvillu bakterjet e renin e kontaminimit më tepër. Shpeshherë, Moza, në përditshmërinë tonë ne dëgjojmë edhe për receta nga më të ndryshme të trajtimit të fytyrës, të maskave, qofshin ato natyrale, të lexuara në internet, të ndara midis njëri tjetrit. A i këshillon që ta mirëmbajnë në format të tilla apo një fytyrë e tillë? Shiko, duhet që t'jetë specifikisht mos bëjnë gabim. Ajo që unë e përforcoj dhe them gjithmonë është që kujdes që një lëkurë duhet marrë trajtimin e duhur, që do të thotë, nëse djali që kam unë ka aknet dhe unë e ushqej këtë me lënë me ku di unë me çfarë maskash bëjnë në shtëpi, patjetër që mundet t'i ushqejmë bakterjet, atë habitatin ku krijon aknet, ne ushqejmë dhe e rrisim tendencën për të prodhuar më tepër sebium. Sebiumi patjetër është prezent në lëkurë, ushqehet nga bakterjet e këqija që qëndrojnë në lëkurë, krijon akne të reja. Ose mund të themi që mund të jenë më të agravuara dhe në këtë rast kemi të bëjmë me
le themi, duke qenë më të agravuara, kemi të bëjmë me prekjen dhe kryohen ato mikroqistet e vogla nën lëkurë. Kjo degradojnë edhe më shumë, le të themi, situatën. Por në rastin e djemve të cilat i kanë këto problematika, edhe sigurisht që askush nuk do, por për fat të mirë kemi edhe trajtimet janë tani më, drejtohen pranë profesionistëve dhe kryen trajtimet sipas protokollit të caktuar që profesionisti vendos. Për sa kohë vihen re rezultatet, apo zakonisht kjo është në varësi edhe të reagimit të lëkurës së gjithë secilit? Të gradës të stadit ku ne i kemi kapur këto. Nëse do jenë të agravuara, duhet kohë edhe më e gjatë për t'i trajtuar në radh parë. Por nëse ne kemi këto kujdes që në fillesa tona të shfaqjes së akneve tek fëmijët ose vetë djemt, atëherë kujdesi mund të jetë koha mund të jetë më shkurtër. Pastaj forma që ne zgjedhim për ta bërë trajtimin, nëse ne do shkojmë në një qendër estetike, do përdorim hidrofacialin, do përdorim atë skruberin që heqë lizat e vdekura etj, ndoshta duhet të jetë më shpejt. Jo ndoshta, po është çik më shpejt. Nëse ndjekim pjesën manuale, por shoqërohet gjithmonë me një kujdes të shtuar në shtëpi. Ne besoj jemi në fund, sepse jemi edhe në limitet të minutazhit. Unë ndërkohë vendosa kremin, që është hidratus, ndërkohë jo vetëm hidratus, por është neutralizues i sebiumit. Pra, neutralizon, le të themi, dhe ato qëllim që kishim sot me për ta trajtuar. Pra kemi edhe ndyrën në zonat akneike. Mirë, kemi përfunduar kështu besoj, një këshill që do të ndash tani për të gjitha besoj nënat që t'jenë të kujdesshme që në moshën e re kur fillojnë të shfaqen aknet. Të ushqejnë kujdesi jo vetëm për fytyrat për djemt që kanë akne, por dhe për djemt që kanë lëkura sensitive, sepse kjo do bëj që do predispozita do jetë për të shfaqur linjat në moshën të hershme, rrudha, do me thonë. Moza Mumajesi, faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit edhe juve. Shumë e këndshme, shumë e sinqert dhe shumë profesioniste mbi të gjitha